Ta përmirësojmë cilësin e të qenit Rabbi Allahut. Ti e Rabbi Allahut xhallahu ala dhe tash, apo fakti që ke arë në xhami në falë akshamin, ti e Rabbi Allahut azza xhall. Mirë po, kjo robëria jote ndaj Allahut xhallahu ala është e kualitetit të duhur, të mjaftueshëm për ta marrë çmimin që Allahu ka përgatitur për robët e tij. Padyshim se kemi çka të investojmë. Kemi çfarë të përmirësojmë ende në këtë robëri. Prandaj muaji Ramazan është ideal për të radhit në rapt në rendin e rabëve të mirë të Allahut azza xhall, të cilët kanë pas kualitet të robërisë së tyre ndaj Allahut xhallahu ala të mjaftueshëm që Allahu i madhnuar të pranon këtë robëri si mall për të shkëmbyer pastaj me xhenetin. Nga se ne duhet të jemi rob të Allahut xhallahu ala, por jo rob të detyrueshëm, në kuptimin e asaj që na ka krijuar, por rob të adhurimit. Dhe rob të adhurimit nën kupton që me vullnet të zbatojmë atë që Allah ka kërkuar nga ne. Dhe sa më tepër ngritemi në shkallë të këtij adhurimi, i ngritim çmimin vetes tonë, që nesër me këtë robëni të shkëmbejmë me Allahun xhallahu ala mallin që ai na ka premtuar. Ai është xheneti. Pra shikoni në surën Tauba, në ajetin 111 dhe 112, çka flet Allahu xhallahu ala për këtë çështje. Fillimisht në ajetin 111 surën Tauba, Allahu thot inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu ka bler nga besimtarët anfusahum, shpirtat e tyre, vetët e tyre, qenet e tyre, wa amwalahum, edhe pasurit atë që kanë mall. Kjo është ata që ka rob të japin. E çka jep Allahu? Bi anna lahumul janna. Atyre u takon xheneti. Do thotë ne jemi në tregtim me Allahun xhallahu ala. Ne atij japim robëni, apo ne jemi rob të Allahut xhallahu ala. Dhe kjo robëni ka një kvalitet të kërkuar, e ai përballë këtij kvaliteti na jep xhenetin. Mirë, kjo është shumë e përgjithshme. Çish të bëjmë unë rob kualitativ i Allahut xhallahu ala, vazhdon ajeti në Tauba 112. Allahu xhallahu ala thot në këtë kontekst at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil-ma'ruf, wan-nahuna lil-munkar, wal-hafidhuna li hududillah wa bashiril mu'minin. Andaj Allah në ajetin 111 flet në mënyrë të përgjithshme se malli që ju shkëmbeni me xhenetin është të qenit rob. Mirë po, kjo robëni kërkohet të plotëson standarde të caktuara, jo lloj-lloj robënie. Andaj kësaj robënie apo i jepet epiteti Rabbi Allahut i mirë. Në qoftë se plotësohen këto kushte, et-taibun, të penduarit, me pendim përmirësohet kvaliteti i robërisë. Pastaj el-abidun, rab të Allahut të adhurimit me kryen obligimeve, el-hamidun, ata që janë falendërues, es-saihun, agjëruesit. Shiko Allahu xhallahu ala në mesin e veprave që përmirësojnë kualitetin e robërisë tënde, për ta përfituar nesër mallin e Allahut xhenetin, e ka futur agjërimin. Prandaj unë kërkoj nga ky Ramazan që përmes agjërimit tim ta përmirësoj kualitetin e robërisë time tek Allahu, që t'jetë i mjaftueshëm për shkëmbim të mallrave mes me dhe mes Allahu xhallahu ala. Unë atij ja dho shpirtin me agjërim, ndërsa ai më jap xhenetin. Pra këtë e kërkojmë në Ramazan. Dhe ai që këtë e kërkon në Ramazan nuk lodhet sa agjëruari kur, e as nuk e mendon sa është në verë, apo është në vap, apo temperaturë, nga sa i kërkon diçka që është më e shtrenjtë se sa durimi që duhet ta tregon në kohra të caktuara për të agjëruar. Prandaj, vllai nderuar, pse na duhet Ramazani? Nga se pa te s'mbohemi rob të Allahut. E para pa që rob të Allahut s'un hin xhenet. Prandaj për mua është jetik, është do të thotë shumë vendimtar ky Ramazan. Patjetër duhet ta kryej ç'është duhet. Nga se përndryshe nuk mund ta përmirësoj kvalitetin e robërisë time në raport me Allahun azza wa jalla.